Mu isha mëra atu, kur shkova në shtëpi, edhe rava në një kaush, vajza ime e vogël, 3 vjeç, ty e pas CNN. Ty reklamu 24 orë ka pas Amerika reklamoj ke luftën e Kosovës, edhe i shon njerëz të vram, masakrum, edhe më nxoni dyqyr gjaku. Ajo erdh vajza dhe më prek mune, rati ju më konë si në gjumë, më isha kon bizer, ku më ka prek këtu, më ka prek se u me thikë. Shumë e njeva vjetën kesh ku veqova vajza u fregu për me, edhe ma buni me gesh kështë televizione keshe. Babi adin lojme, se i kështë në sinen. Puj ku më pa më zoni gjaku. Edhe nuk më isha më nejt asullin në kaush. I thash më pas qa vajza imi, për ishti momenti unë e ma, nuk më i me jetu këto. E ku më thirë grun, hade gruja ime, edhe i kërkoj falje, se e sfidova grun time me këto fjallë. I thash gruja ime, prej sodit nuk je gruja jeme. Thëmin, 2 vajzat mi merë mi qënë të baba, amanet, mos ma merë vllaun, mos e merë akraba, se unë e mon nuk më jetoj, nuk kom gru, s'kom thëmi pa atë dhej. Atë dhem në kom razik, atë dhem ka thirë, më do të mi përgjeq. Kur e nisë për Kosovë? Unë jem nisë në shkurt. Po, në shkurt, po unë nuk mujta me më rejnë luft. Dhe se mu imponu, rruga shumë heka kesh. Se unë nuk isha dokumenta, thira batalionin Atlantiku, i thash, a mëni me më dhonë mundësi me ardhme, tha, ki dokumenta, thash jo, se halja se kisha statusin e definu. Kur shkova, bona zgjidhet mija unë, se ushtresha në shtëri Amerikane, në pistat private, oficirat Amerikanë, në kanë pru në klub, unë më burë me një komunitet shqiptare që janë Dallas, janë një ndër më të organizumë në kajtë botë. Edhe, kur ku më rrinë në Texas, më ka një mua ata me ha biznis. Qash janë të lidhë shqiptarët atje, qash janë unë më burën shumë. Nuk kom fjallë, nuk di qësh me përshkru. As gudzem i mojë emna, në shtazim i nak në emna, shtu s'pi marë në hesh, komunitetin një ndër më të mirë që ka egzistu në botë shqiptarë.